luftë, se ka ditë saktësisht ku. Thash pse, tha ka muaj që po bëjmë përpjekje ta themelojmë, ta formojmë edhe të fillojmë me transmetimin e programeve të Radios Kosova e Lirë, një radio guerile që e ka sjell shtabi i përgjithshëm i UÇK-s dhe që e ka marrë dhuratë nga i madhi Ismet Bexheti, këngëtari jonë i mirënjohur edhe luftëtari i lirisë, i cili ja ka dhuruar shtabit përgjithshëm të UÇK-s dhe me një fjalë zëri i Kumanovës, me që ka marrë emrin zëri i Radios Kosova e Lirë, edhe kem filluar me 4 janar, kem vazhduar dhe çuditërisht i kemi shpëtuar gjithë atyre bombardimeve e granatimeve të arsenalit më të sofistikuar të ushtrisë dhe të policisë barbare serbe, bile edhe me aeroplan ja kanë mësuar sepse e kanë ditë që efekti magjik i atij zëri, sa i zëri im ka qenë zëri komandant legjendar dhe mjeshare, dhe i gjithë dëshmorë dhe martirëve të kombit ton. Zëri im, unë kam qenë veç një luftar i thjesht, i UÇK-s, interpretues i atij zëri dhe i kërkesave të popullit ton me shekuj për liri dhe për pavarësi, kështu që thjesht e nderuar dhurata kam qenë i privilegjuar, t'ju them të drejtën, sepse kush e ka besuar që do të mund të qëndrojmë 6 muaj rresht, sepse në luftrat në përgjithësi në historinë botërore nuk njihet ndonjë rast që ka mund me mbijetu një radio guerile më shumë se 2-3 muaj, maksimumi. E jona ka mbijetu 6 muaj edhe e ka shpall kapitullimin e Serbisë fashiste nga bunkeri i famshëm edhe i bukur i Radios Kosova e Lirë në majën e Pallanikut, të cilin bunker edhe agjensitë më të njohura evropiane dhe botërore, bile edhe New York Times, edhe BBC, edhe Washington Post, edhe Deutsche Welle e kanë pasquajtur bunkeri më i çuditshëm në botë. Kështu ka qenë e vërteta. Është një krenari e madhe. Po, përbes. Po. Ta keni kaluar gjithat periudhë, kohet, keni qenë zëri i luftës në gjitha, edhe të jeni sot këtu e të tregoni me kaq dëshirë, me kaq pasion, me kaq krenari. Thash ka qenë edhe privilegj, por edhe mburri, po edhe krenari, por edhe përgjithësi e madhe. Sepse kemi pas bo bedë, jemi betu ne 8 antarët e Radios Kosova e Lirë që të gjithë me uvra, të gjithë me vdek, po asë një copë të teknikës e Radios Kosova e Lirë, dur të armikët mos me lanë. Dhe ashtu kemi vepru. Bile me 27 mars të vitit 1999, saksisht 3 ditë pas fillimit bombardime të NATO-s mbi caqet serbe, çuditërisht u quan nga, u lshuan nga bjeshka nga kodra e madhe atje e Goleshit, atje ka qenë bunkeri më i sofistikuar i forcave serbe, aeroplane, helikoptera, atje i kanë pas më shumë të brenda 90, të ndërtuar shumë më të, dhe aty janë qu, edhe jenë nisë drejt cakut ku ishte selia Radios Kosova e Lirë. E kanë rrezikue edhe veten, edhe jetën, edhe jenë godit për vdekje të 2 aeroplanet nga 2 aeroplane bombardues të NATO-s. Me sytë mi i kam pa. Në 8-10 mëngjes, kur ja kanë mësy, edhe aq poshtë jenë ullë, me në godit, për vdekje të gjithëve, që mos me lonë shajkun, sa që për çudi, edhe fati janë, për me mbijetu dhe me vazhdu deri në fund luftës qëllimtare, kur i kanë vrejt aeroplanet e NATO-s që këta jenë qu nga bjeshka, nga kodra e Goleshit, dihet mirë, aeroplanet e NATO-s ashtë sofistikuar, ashtë avansum, sa që i ndiqnin sikur Shqiponia që ndjekzohën. Unë me sytë mi e kom pa, dhe e kom përshkruar në librin tim në editar luftë, dhe 2 janë godit për vdekje. Njëri është godit të malit e Likovcit, atje i dul tymi se kanë godit në besht të raketat, dhe tjetërit e malit e Tërpezës dhe Ladrovcit, dhe të 2, janë shkatru, mund të mërni me men sa shumë ju ka pengu a i zë i shajti luftës ushtrisë shqiptare të Kosovës, zëri shpresës, zëri dëshmorëve dhe martirëve të kombit ton, që më në fund edhe gjaku i atyre mija dëshmorëve dhe martirëve të kombit ton e solle lirin pas 2 shekuj shërbërije. Por edhe keqja e nderuar dhurata që ne nuk pjadim fort vlerën lirisë, gjithi gjaku të derdhur lëmë. Këtu edhe dashta me dashtë në pyetjen time të radhës, po. Një dëbim biblik, ma shumë se 1 milion shqiptarë nga vatrat e tyre stërgjyshore, të përzën nga këta barbarë, gjitha to vrasje, gjitha to dhunime, gjitha to krime, janë ma shumë se 1670 djemë dhe vajza, nënë e babalarë, veç fëmijë janë ma shumë se 150 zhdukur, janë ma shumë se 1670, sot dhe 26 vite të zhdukur, dhe kur ke parasysh këtë fakt, ashtë tragjik, ashtë dhimshëm, dhe anën tjetër të medali, se 26 vite rresht,
Unë e pa i zamrës plas, po i quaj sepse jam i tillë, nuk kam therrën gjuhë tash me bo politike, diplomaci, me popullin tim nuk bëj politikë. Dhe them prej zemrës plas në shumë intervista, popull ma vetvrasës, popull ma trushpërlar, popull ma tragjik në botë nuk ekziston asnjë. Krejt të i pas këto fakte parasysh, e vetmja luft është shumë inteligente, që është kombinu fuqishëm penda dhe pushka. Ushtria qëllimtare e Kosovës, lirisht mund të them dhe kanë thënë edhe tuaj, edhe historian, edhe politikan, edhe diplomat, edhe shumë të tjerë, miq të Evropës dhe të botës, që një nga luftat më të pastra qëllimtare në 2000 vjetët e fundit. Dhe kur i kem parasysh këto fakte, dhe kanë marrë pjesë nga gjitha trojet tona arbrore, madje edhe nga batalioni Atlantiku, i UÇK-s prej Amerike kanë ardhur, djemë tonë që asë një fjallë Shqipës plët për i tyre se kanë ditë. Por kur i kanë pas gjitha to masakra, ju ka rre gjaku në përdamarë Shqipë dhe në që i kanë ka pusht, i në ardhë kanë ushtru në Shqipëri dhe në ardhë, ju kanë bashkan gjitë djemëve dhe vajzëve tonë dhe plët për i tyre e ndëshmore. Dhe kur i kem krejt këtu parasysh, këtë bagazh vujtjeve, të sakrifisave,